Të dashur shqiptar, të gjithë më pyesin, pse lumturohesh që gjuha ilire është një dialekt helen? Po si të mos lumturohesh? Unë kam provuar që shqiptarët janë autokton. Fjala shqipe mjet, mjeti dhe ndajfolja mes ekzistojnë në toponimet ilire në Kroaci, edhe në Serbi. Pra në Kroaci është gjetur toponimi Metubarbis, është një degëzim i lumit Sava. Tani, kjo është degëzim në Bosnjë dhe në Kroaci. Duhet kemi parasysh që lumenjt që janë sot kanë qenë ndryshe 3000 vjet më përpara. Shtrati i lumenjve ka ndryshuar. Por Metubarbis ka mbetur në Kroaci dhe në Bosnjë dhe sot e kësaj dite. Madje latinët e quanin këtë vend Barbana. Metubarbis është një tokë fjalësh në gjuhën ilire që është krijuar nga një emër në rastën gjinore në greqisht. Metu, të gjithë grekët e dinë, është rasa gjinore e greqishtes. Barbis është emër në gjinin femërore, në greqisht. Bashkohen këto në tokë fjalësh dhe krijojnë lokativin e ilirishtes, që është njëkohësisht dhe lokativi i fshehur i greqishtes. Gjuha ilire tregon që ka ekzistuar lokativi i fshehtë në helenishten e lashtë, që realizohet gjithmonë në tokë fjalësh. Zbulimi im. Fjala barbis ekziston në greqisht. Është e gjinisë mashkullore, borboros, i thon baltës, pislëkut. Pra kjo sharje për ilirët. Baltaxhint. Ilirët nuk e dinin që kjo ishte sharje. Kjo fjalë është në shqip, në mes dhe mjeti. E kuptoni apo jo? Që shqiptarët janë ilirë dhe që ilirët kanë folur një dialekt helen. Pra nuk janë grekërit gjyshërit tanë. Gjuha helene ka evoluar në gjuhën mesape, gjuhën japyge dhe gjuhën e ilirëve në Metubarbis, në Kroaci, dalmatët. Vetë emri dalmat vjen nga greqishtja dalmatos. Numri shumës, dalmatai. Në dialektin dorik, dalmatas. Në dialektin e Atikës, delmatas. Fjala delme është e njëjtë me dialektin e Atikës. Në Iliri janë folur të gjitha dialektet helene, u bashkuan këto dialekte në një gjuhë të vetme që quhet dialekti epik. I vetmi ndryshim midis greqishtes dhe ilirishtes është kjo. Borboros, balta, pislëku, në greqisht është ho borboros, me pjesën e tretë së shquar ho, për emrat mashkullor. Metubarbis në greqisht është he Metubarbis, është emër i gjinisë femërore. Në ilirisht është hequr forma e tretë së shquar he dhe është emri Metubarbis. Ky është i vetmi ndryshim, por është e njëjta gjuhë. Si e bërëm këtë zbulim? Ilirët quheshin pirat nga grekët, barbar. Ilirët përdonin varka të bukura që quheshin lembos. Në shqip ne themi lembe, por kjo është thirori i greqishtes. Shqipja merr fjalën lembe nga thirori i greqishtes së lashtë. Pra, në greqisht është mashkullore, në ilirisht u bë femërore, lembe. Tmer. Borboros, emër mashkullor, shkurtohet në ilirisht në barbis, emër femëror. Greqisht është ho borboros, në ilirisht duhet ishte he barbis, është hequr heja, forma tretë së shquar, dhe bëhet barbis, këneta, barbana.
në latinisht. Tani, në bashkëpunim me inteligjencën kompjuterike, unë kam kuptuar se si lindi dialekti epik. Në të gjitha mbishkrimet në Iliri, vërtet mungon forma e trajtës së shquar të emrit. Po përse do thoni ju? Ishte më lehtë të shkruash ashtu, helenishtja. Është një lloj sikur ne shkruajmë në CV-n ton me forma të shkruara të shkurtuara. Nuk e vën trajtën e shquar. Po ashtu në mbishkrimet lapidare, edhe në gjuhën romake, edhe në gjuhën helene, për emrat e konsujve, në varret e tyre, nuk shkruaj forma e trajtës së shquar, ishte më lehtë për të shkruar një gjuhë e tillë. Dhe kaq shpesh u përsërit kjo gjë, saqë u bë gjuhë e folur pa format e trajtës së shquar, kështu lindi dialekti epik. Nuk të shkon mendja, apo jo? Kjo është arsyeja që arkeologët francezë thanë që dardanët shkruajnë helenisht me gabime gjuhësore. Dardanët, kur bënin mbishkrimet në varret e tyre, në tempuj, në helenisht, ilirisht, e hiqnin formën e trajtës së shquar. Ishte më lehtë për ta shkruar, për të mbushur një vend të ngushtë me tekst. Ndoshta ata shqiptonin në fillim, por nuk e shkruanin. Pastaj dal nga dal, filluan të mos ta shqiptojnë fare, dhe kështu lindi gjuha e folur e çuditshme artificiale, dialekti epik. Kjo quhet gjuhë artificiale nga vetë grekët. Është një lloj sikur të thuash gjithmonë bri në vend që të thuash brini. Djal në vend që të thuash djali. Gjithmonë forma e trajtës së pashquar. Gjithmonë shkruhet. Shqiptohej e shquar, por shkruhej e pashquar, ishte më e lehtë. Nga shkrimet lapidare, për emrat konsujsh, për emra gjyqtarësh, emra varresh, teksti ishte më i shkurtër, po të hiqej forma e trajtës së shquar. Kjo është kaq e thjeshtë se si lindi dialekti epik. Nuk të shkon mendja. Si nuk ju ka shkuar grekërve mendja për një gjë të tillë. Po ashtu ilirët i shkurtojnë fjalët. Borboros, balta, në ilirisht është barbis. Është shkurtuar. Çfarë bëjnë ilirët? Po ashtu edhe fjalët nga latinishtja. Cabalus është shkurtojnë në kal. Amicus në mik. Medicus në mjek. Pra unë kam kuptuar si funksionon truri i ilirit. Iliri për lehtësi të folurit i shkurton fjalët. Edhe në shqip, mëngjesit ne i themi mjes. Shtëpis ne i themi shtëpi. Kjo gjuha gege me fjalët e shkurtuara nuk është gjuha origjinale e ilirëve. Në fakt, gegët më shumë sa toskët i shkurtojnë fjalët. Gjindje e trash. Gjindje e trash. Kokë trash. O shqiptar, o kokë trash, o ilir që shkurton fjalët. Ky është një zbulim kaq i madh sa që merrni më mend në tekstet e Universitetit të Leidenit, që është universiteti më i përparuar në Europë, thuhet që shqiptarët kanë banuar në zonën e Thethit. Atje nuk banojnë dot ujqit në Theth. Shqiptarët po. Si pas kanë shqiptarët jetuar në zonën e Thethit, janë të çmendur ata apo jo? Ilirët kanë banuar në të gjithë gadishullin ilirik, janë të gjitha tekstet ilire me fjalë të shkurtuara helene. Sepse iliri është mendje trash, kokë trash. Nuk është banori i Thethit iliri, por banori i Helladës, i Epirit, i Dalmacis, i Dardanis, i Panonis, i Maqedonis. Kjo është një perëndori njerëzish kokë trash. Kokë lop. Ky është iliri. E ka kokën me tallash. Është një kokë trash. Nuk vjen nga Kaukazi, siç thonin grekët. Grekët se kuptonin çfarë është iliri. Është një kafkë që ka mbajtur në vend të përkrenares Oturakun.
ilirët shërbenin për të pastruar pislëqet e qytetit. Nuk ishin popullsi, ishin shtres. Dhe kjo është vërejtur tek arianët në Indi. Ekzistojnë dhe sot njerëz të tillë quhen dalit dhe merren me djegjen e plerave, djegjen e kufomave, pastrimin e mjaltit, pastrimin e kosit, çdo lloj lëngu njerëzor, ata e pastrojnë. Pastrimin e trupit të vdekurit, larjen e të vdekurve, po nuk e bëjnë këtë njerëzit e pasur, shtresat e larta. Këtë e bëjnë shtresat e ulta. Në Iliri, në Hellad, kudo, shtresat e ulta ishin ilirët dhe Dibra është quajtur Penestja, që do të thotë skllavëria. Dibranët ishin më penestët e të gjithëve. Më sklevrit janë Dibranët. Dhe janë shumë krenar që jam një djalë penestësh që kam kuptuar se çfarë janë gjyshrit e mi. Gjyshrit e mi në vend të përkrenares kanë mbajtur otorakun të dashur shqiptar. Ky është Iliri. Me otorak në kokë, në shekuj. Ju falemnderit, o otorak në filmat të tjerë shkencor. Mbajni otorakun, se kjo është helmeta juaj, përkrenarja juaj.